Surja El Kalem, Medinase, 52 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Nun. Betohem për penën dhe për atë që shkruajnë, se ti, o Muhammed, fal mirësisë së Zotit tënd, nuk je i marr. Padyshim, ti do t'i jesh përherish përblyer, se ti je me virtyte madhore. Së shpejti ti do t'a shohësh, por edhe ata do t'a shohin se cilin prej jush e ka prekur marrëzia. Zoti yt e di më së miri se cili është shmangur nga rruga e tij, dhe i njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. Andaj, ti mos i dëgjo jo besimtarët. Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që edhe ata të bëjnë lëshime. Por ti, mos ju bind çdo betari të përçmuar, shpifaraku që përhap thashe theme, penguesi veprash të mira, shkelsi dhe keqbërsi, të ashpri, që veç kësaj është edhe kopil, vetëm se është i pasur dhe ka shumë djem. Kur i lexohen shpalljet tona, ai thot, këto janë vetëm përralla të të lashtëve. Ne do t'ja damkosim hundën. Ne i kemi vënë në provë ata banorët e Mekës, ashtu siç i sprovuam të zotët e kopshtit, të cilët ishin betuar se në mëngjes do t'i vilnin frutat, e nuk patën thënë në dasht Zoti. Kështu kopshtin e goditi një fatkeqësi nga Zoti yt, ndërkohë që ata po flinin dhe gdhiu si i kositur. Në agim, ata thirrën njëri tjetrin: nxitoni herët në kopshtin tuaj nëse doni t'i vilni frutat. Dhe u nisën duke pëshpëritur: të mos lejojmë asnjë të vobekt që të hyjë në kopshtin ton. Ata u nisën herët të vendosur në atë që thanë. Por kur e pan kopshtin, ata thanë: ne qenë kemi vërtet të humbur, madje qenë kemi të privuar nga frutat e kopshtit. Më i arsyeshmi ndërta tha: a nuk ju thash unë se duhet ta lartësoni Allahun? Lavdëruar qoftë Zoti ynë, thanë, ne pas kemi qenë vërtet të padrejt. Atëherë filluan të qortojnë njëri tjetrin. Ah, të mjertë ne, thanë ata, pas kemi qenë vërtet arrogant. Zoti ynë mund të na jap një kopsht më të mirë, po të kthehemi të penduar tek ai. I tillë ka qenë dënimi i tyre, ndërsa dënimi në jetën tjetër është më i madh, veç si kur ta dinin. Për ata që ruhen nga gjunahet, tek Allahu do të ketë kopshte të kënaqësive. Vallë, a ti trajtojmë ata që na nënshtrohen njësoj me keqbërësit? Çfarë keni ju, jo besimtar? Si po gjykoni kështu? A keni ndonjë libër që ju premton se do të keni çfarëdo që të zgjidhni? Apo kemi bërë me ju ndonjë beslidhje të vlefshme deri në ditën e Kiametit dhe e cila ju siguron se do ta keni atë që keni urdhëruar? Pyeti ata se kush i garanton për këtë. Ose mos kanë ata bashkëpunëtor? Atëherë le të sjellin bashkëpunëtorët e tyre, nëse ajo që thonë është e vërtet. Ditën e Kiametit, kur të zbulohen shumë ngjarje të frikshme, ata do të thirren që të parulen në sejdë, por nuk do të munden. Të ulura do të jenë shikimet e tyre dhe do t'i mbuloj poshtërimi, sepse kanë qenë të ftuar të paruleshin në sejdë, sa qenë shëndosh dhe nuk kanë pranuar. Prandaj, më lër mua me ata që e mohojnë këtë fjalë, Kuranin. Ne do t'i çojmë ata hap pas hapi drejt rënimit të tyre, me mënyra që ata nuk i kuptojnë, dhe do t'u japim atyre afat.
vërtet që kurthi im është i fortë. A mos po kërkon shpërblim prej tyre, kështu që qenë kanë të rënduar nga borxhet, apo ata e din të padukishmen, kështu që e shkruajnë? Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, dhe mos u bëj si njeriu i peshkut, Yunusi a.s. kur ju lut Zotit e vet i dëshpëruar në barkun e balenës. Sikur të mos i vinte mëshira prej Zotit tënd, ai do të hidhej në një shkret të tirë, i fajsuar. Por Zoti i tij e zgjodhi dhe e futi me punë drejtët. Kur dëgjojnë Kuranin, mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thonë: ai është vërtet i marrë. Por Kurani është vetëm këshill për botët.